Edirama ve Çevre Şehircilik Bakanı alanımıza teşrif etmiştir. Hoş geldiniz gibi bir... Yok. Yapmıyor musun? Yok. Tamam, onlar alana girerken... Ya, bak aslında yerleri var. Yok. İsim. Hani buraya geldiklerini duyurmak için bir giriş konuşması. Öyle yazılmadı da neyse. Yazmadım, kafamdan bir daha önce yaptım. Buraya gelirken hoş geldiniz. Sayın Bakanımız hoş geldiniz. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Interior de primeiro-ministro Mr. Guilherme. Interior Tour Mr. Guilherme. Değerli misafirler, herkesin yerlerinize gitmesini rica ediyoruz. Interior Tour, gizli yıftıklı ve videoya. Geldi. Tamam, ben gidiyorum yanlarına. Interior Tour, gizli Yukarıköy, Tumulin ve videoya. Değerli misafirler, sizleri yerlerinize almanızı rica ediyorum. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, të nderuar të ftuar dhe pjesëmarrës. Bugün Türkiye Arnavutluk dostluğunun göstergesi olarak 522 konut, 37 ticari ünite ile 380 araçlık kapalı otopark projesinin temel atma töreni için burada toplanmış bulunuyoruz. Dhe sot, me një tregues të vëllazërisë, jemi mbledhur në ceremoninë e hedhjes së themeleve të projektit me 522 banesa, 37 njësi tregtare me parkingun e mbyllur prej 380 vete kapacitet. Türkiye Arnavutluk kardeşliğinin en güzel göstergelerden biri olan afet sonrası kalıcı konut inşaatı temel atma töreni için hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mirë se vini në hedhjen e themeleve të ndërtesave, pas tërmetit që është një nga shenjat më të mira të vëllazërisë turko-shqiptare. Öncelikle sizleri iki dost devletin milli marşlarını dinlemek için ayağa kalkmaya davet ediyorum. Ju ftoj të ngriheni për dëgjimin e himneve.
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın proje hakkında hazırlanmış olduğu videoyu beğenilerinize sunuyorum. Arz ederim. Tani ju ftoj të ndiqni videon që na informon rreth projektit që Ministria Turke e Mjedisit dhe Urbanizimit po bën. Le ta ndjekim. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesi dedik. İhtiyacı olan her ülkenin yanında olduk, mazlumların yüzünü güldürdük. İhtiyaç sahibi ülkelerin kalkınmasına yönelik projeler üretirken, yaşanan afetler sonrasında da gerekli desteği vererek kalıcı çözümler ürettik. Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından 4620 konut, yaşanan deprem ve tsunami felaketi sonrasında Endonezya'ya 1050 konut, Somali'ye hastane ve cami, Sri Lanka'ya 500 afet konutu inşa ettik. Ülkemizde afetlere dayanıklı, sağlıklı ve çevreci konutlar üreten, yatay mimari esasına dayalı imar ve inşaat tecrübemizi dünyanın pek çok ülkesiyle paylaşıyoruz. Arnavutluk ve Türkiye arasındaki kökü maziye dayanan bağlar da her geçen gün daha da güçleniyor. Balkanlarda barış ve refah odaklı bir politika izleyen Türkiye'de, Arnavut kardeşlerimiz kendini evinde hissederken Arnavutluğa gelen Türkler de aynı hisleri taşıyor. 2019'da Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremden dolayı derin endişe ve üzüntü duyduk. Türkiye olarak yaşanan afetin ilk dakikalarından itibaren dost ve kardeş ülke Arnavutluğun yanında olduk. Daha önce birçok kez büyük depremlere maruz kalmış bir ülke olarak Arnavutluğun çektiği acıyı çok iyi anlıyoruz. Gerek yaralıların tedavileri, gerekse evleri yıkılan veya zarar gören kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hepimizin Arnavutluğun yanında olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve talimatlarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı eliyle Arnavutluğun Kurbin bölgesinde afet konutları projesini başlatıyoruz. 72.400 metrekare alanda inşa edilecek olan 522 konutun yanı sıra 37 iş merkezi, otoparkların da yer alacağı projeyi 53.500.000 dolar bütçeyle gerçekleştiriyoruz. Dost ve kardeş ülke Arnavutluğun her zaman yanındayız. Şimdi Kurbin Belediye Başkanımız Sayın Maylinda Cara'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Ftoj në foltore për fjalën e saj, kryetarin e Bashkisë Kurbin, zonjë Maylinda Cara. Mirpresim. I nderuar Kryeministër, Sayın Başbakanım, nderuar Ministër Murat Kurum, i nderuar Ministër Rametaj, të nderuar përfaqësues të Tokit, të nderuar përfaqësues të kompanisë Albarak. Ka kaluar më pak se një vit që nga vizita juaj e parë në qytetin tonë, zotë Ministër, dhe kam kënaqësinë t'ju mirëpres sërish këtu. Kësaj radhe në kushte të tjera. Para një viti ju ishit këtu. Për herë të parë, pasojat e tërmetit ishin prezent kudo në territor dhe të gjithë po kalonim një periudhë tepër të vështirë. Njerëz të tronditur nga humbjet e shtëpive dhe me shumë pasiguri për të ardhmen. Por njeriu që këmbguli që ne kemi forcën, kemi vullnetin, kemi mundësinë që këtë tragjedi ta kthejmë në një mundësi të re zhvillimi ishte kryeministri Rama. Pak kush e besonte në atë periudhë, por koha i dha të drejtë. Ne shqiptarët kemi një shprehje që thot: miku i mirë në ditë të vështirë. Kjo besoj të jetë shprehja më kuptimplot dhe që përmbledh gjithë ndihmën dhe mbështetjen e dhënë nga populli turk
qeveria turke dhe presidenti Erdogan për komunitetin e Kurbinit. Fjalët nuk mjaftojnë për t'ju shprehur falenderimet dhe mirënjohjen e pakufishme për gjithë suportin tuaj në mbështetje të këtij projekti që do të transformojë dhe do t'i jap një hovë të ri zhvillimi qytetit të Laçit dhe gjithë Kurbinit, jo vetëm nga ana infrastrukturore, por edhe social-ekonomike. Gjatë kësaj periudhe, ne të gjithëve na u desh të përballemi edhe me një sfidë globale si pandemia COVID-19, e cila, dhe pse pati ndikimin e saj negativ, nuk ndaloi për asnjë moment punën tonë për procesin e rindërtimit. Që nga muaji gusht, kur në kantier filloi puna, ajo nuk ka ndalur për asnjë moment, me orare të zgjatura e pa ditë pushimi, që nga drejtuesi i kantierit zoti Servet e deri tek punëtori më i thjeshtë. Siç e shikoni, mbi ato gërmadha që la pas tërmeti i nëntorit të kaluar, dita ditës po merr jetë një lagje totalisht e re, ku do të strehohen 524 familje, të cilat do të kenë apartamentet e tyre tani më të reja, më të forta, më të sigurta se që kanë patur. Krahas projektit për të cilin po punon kompania Albarak, qeveria shqiptare do të ndërtojë këtu edhe një shkollë të re, edhe godinën e bashkisë, si dhe vetëm pak metra larg po punohet për infrastrukturën e një lagje tjetër të re, rehabilitimi i projtë të qytetit, spitali i ri. Ne kemi bashkëpunuar në mënyrë të shkëlqyer që këto dy projekte, ai i qeverisë turke dhe i qeverisë shqiptare, të integrohen me njëri tjetrin dhe këtu gjej rastin të falenderoj shumë miqësisht stafet e kompanive të angazhuara në kantiere të ndryshme, por që bashkërëndojnë punën për zbatimin e këtyre dy projekteve njëkohësisht. Pa dashur të zgjatëm shumë, edhe një herë shumë faleminderit në emrin tim personal dhe në emër të qytetarëve që unë përfaqësoj për gjithë mbështetjen dhe solidaritetin e treguar në ditët më të vështira për ne. Faleminderit vëllezërve turq, faleminderit qeverisë turke, faleminderit presidentit Erdogan. Falenderojmë kryetarin e bashkisë për fjalën e saj. Toki Başkanı Sayın Ömer Bulut'u selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, të nderuar ministra, i nderuar ambasador, të nderuar përfaqësues të qeverisë shqiptare dhe turke, zonja dhe zotrinj, sot jemi këtu pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit të kaluar për të treguar edhe një armiqësinë midis dy vendeve, sepse ne si dy vende mike kemi filluar ndërtimin e një projekti të ri në kuadër të këtij bashkëpunimi dhe jemi duke hedhur themelet për këtë projekt. Prandaj jam shumë i lumtur që gjendem sot këtu në Shqipëri dhe në Laç dhe ju përshëndes të gjithëve me respekt dhe dashuri. Një nga vendet që ka përjetuar më shumë dhimbje ndaj tërmetit është Turqia, sidomos këtë vit kemi pasur 3 tërmete në Elazığ, në Izmir dhe në Malatje, ku kemi pasur shumë humbje jete, dhe duhet kemi parasysh që kudo që të ndodhin fatkeqësitë, gjithmonë është detyra jonë si vend që të vrapojmë për të ndihmuar vendet që përsojnë fatkeqësinë natyrore dhe për të mjekuar plagët e tyre. Edhe tërmeti prej 6.4 ballë që ndodhi në Shqipëri në nëntorin e kaluar dha efekte negative dhe Shqipëria dhe Turqia erdhi që të ndihmonte këtë vend mik që është Shqipëria. Dihet që populli shqiptar dhe turk kanë një lidhje shumë të vjetra si historike dhe kulturore. Prandaj kjo na bën që të jemi të detyruar ta ndihmojmë njëri tjetrin me udhëzimin e presidentit Erdogan, si dhe me koordinimin e ministrit të urbanistikës dhe mjedisit në Shqipëri. Ne filluam këtë projekt të ri dhe ky udhëhiqet nga Toki, i cili është një agjenci shtetërore e ndërtimit. Deri tashmë ajo ka ndërtuar rreth 1 milion
banesa deri më sot me një investim shumë të madh mbi 50 miliard euro dhe ne kemi marrë përsipër të bëjmë sot edhe këtë projekt këtu, sidomos me udhëzimin e presidentit ton të nderuar. Ndërkohë ne kemi bërë investime të ngjashme edhe në vende të tjera si Pakistani, Indonezia, Malezia, ku ka pasur fatkeqësi natyrore, ku kemi investuar rreth 61 milion euro, kemi ndërtuar ndërtesa, banesa, spitale dhe ndërtesa të tjera për qëllime sociale, dhe këto janë disa nga vendet ku ne kemi dhënë shërbimin ton për ndërtesa. Edhe projekti që po bëhet sot në Laç është bërë në saj të konsulencës me specialistë të ndryshëm dhe është marrë në konsiderat edhe stoku i ndërtesave që gjenden aktualisht në këtë zonë të Laçit, si dhe mënyra e banimit, pra zakonet e banorëve të këtij qyteti. Ne jemi duke bërë një ndërtim në një zonë prej 72.400 metra katror, ku do të ketë afërsisht 522 banesa, 37 njësi tregtare dhe një autopark i mbyllur për 375 ndërtesa. Investimi është rreth 50 milion euro dhe gjitha këto ndërtime do të bëhen bazuar në eksperjencat dhe praktikën e zbatimit të tokit, që është një eksperiencë shumë e madhe, do t'i dorëzohen Shqipërisë në shtator të 2021-shit. Ndërkohë, në fund fjalës time dua edhe një herë të kujtoj me respekt vëllezërit tanë që humbën jetën në tërmet dhe uroj edhe një herë i shpreh edhe një herë ngushëllimet e mia vendit ton Shqipërisë. Shqipëria është një vend i veçantë për mua. I uroj vëllezërve tanë që do të banojnë në këto ndërtesa, t'i gëzojnë këto ndërtesa të reja dhe të jenë të lumtur aty. Sayın Başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Arnavutluk Büyükelçisi Sayın Murat Ahmet Yörük konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ederim. Marrë të shikta. Sayın Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı, I nderuar kryeministër i Republikës së Shqipërisë, I nderuar ministër i mjedisit dhe urbanizimit të Turqisë, I nderuar ministër I rindërtimit zoti Ahmetaj, I nderuar krye parlamentare e Kurbinit, I nderuar president kryetari Tokit, agjencisë Toki, të nderuar CEO I Albayrakut, të shtrenjtë të pjesëmarrës dhe banor të vyer të qytetit të Laçit. Nga pas tërmetit që ndodhi 26 nëntor të 2019 në Shqipëri, me porositë e presidentit Erdogan, me shpejtësi të madhe filluam këtë proces për ndërtimin e banesave të tërmetit, për të cilin jemi duke realizuar sot ceremoninë e hedhjes së themeleve, dhe unë si ambasadë e Republikës Turqisë në Tiranë ndjej një kënaqësi të madhe për këtë. I nderuar ministër, me këtë rast duhet ju uroj edhe një herë me fjalë se keni ardhur në Shqipërinë tonë, me të cilën me këtë rast duhet I shpreh ngushëllimet e mia me fjalë të gjithë atyre që kanë humbur, të afërmet atyre që kanë humbur jetën me fjalë, dhe uroj nga Zoti që t'i mëshirojë ata me fjalë që kanë humbur jetën në këtë tërmet që kanë ndodhur si në vendin tonë edhe në Shqipëri. Të nderuar mysafir, pas tërmetit me fjalë ne si Turqi, me të gjitha fuqitë që kishim në dorë me fjalë, u mobilizuam me fjalë për të qenë ilaç, për të qenë shërim për ata dhe për të ndihmuar për të fashuar dhe me këtë ceremoni do të realizojmë sot me fjalë këtë miqësi. Ky projekt me fjalë një nga hallkat me fjalë më të rëndësishme me fjalë të kësaj, dhe po ashtu edhe presidenti ynë me fjalë që do të marrë pjesë nëpërmjet një lidhje të kësaj me këtë dhe është një shembull me fjalë tjetër konkret me fjalë I goditur nëpërmjet politikës së jashtme me fjalë sipërmarrëse edhe humanitare që do të realizohet në vizionimin e presidentit Erdogan. Me këtë rast presidentin tonë me fjalë, me këtë rast dhe të gjithë ata që kanë kontribuar dhe që ndjekin këtë proces me fjalë ministrin Kurum, I shpreh respektet e mia të rëndësishme dhe po ashtu me fjalë uroj që të jetë të dobishme dhe të harit me fjalë të gjitha këto banesa për banorët e Laçit. Faleminderit edhe një herë. Sayın elçimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Sayın Arben Ahmetay'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüyü davet ediyorum. Arz ederim. Ftoj në foltore për fjalën e tij Ministrin Shqiptar të Ndërtimit zotin Arben Ahmetay. Ju presim. Faleminderit, i nderuar kryeministër, i nderuar ministër Kurum, i nderuar mik i shtrenjtë Murat, i nderuar ambasador, i nderuar kryetare bashkisë, të nderuar pjesëmarrës, kam kënaqësinë e veçantë sot të jemi bashkë në kantierin më të madh të rindërtimit deri tani, që është jo vetëm një shembull i transformimit tërësor urban dhe social të një qyteti që po ngrihet nga rënojat e tërmetit shkatrus të një viti më parë, por dhe një simbol kuptim plot i miqësisë dhe i bashkëpunimit të dy vendeve tona. Dua t'i kujtoj të gjithë qytetarëve shqiptar që ndërkohë që ne po rindërtonim dhe po rindërtojmë dhe në Turqi, Ra dhe Turqia pati një tërmet të rënd në Izmir dhe në Rethina. E megjithatë, miq tan, qeveria turke, presidenti Erdogan, populli turk nuk e ndaloi ndihmën, bashkëpunimin, rindërtimin këtu në Laç. Gjej rastin t'ju falenderoj përzemërsisht dhe një herë në emër të qeverisë dhe popullit shqiptar për ndihmën tuaj të paçmuar, ministër. Qeverinë tuaj, popullin tuaj dhe presidentin tuaj. Shumë kush një vit më parë mund ta shihte me mosbesim dhe skepticizëm projektin e rindërtimit. Mund ta mendonte të jetë agresiv ambicien e kësaj qeverie për të rindërtuar nga e para dhe falas çdo shtëpi e pallat, shkollë e çerdhe, kopësht, spital e qendër shëndetësore, objekte publike dhe kilometra rrugë të dëmtuar. Miq tan madje kanë qenë shumë skeptik dhe janë referuar dhe traditës së qeverive të mëparshme të mos nisur atë punëve apo të lëna në mes të rrugës. Sot Shqipëria është kthyer në kantierin më të madh të ndërtimit në 30 vitet e fundit. Dhe çdo shqiptar mund ta shohë ta prek nga afër transformimin ditë pas dite. E kam vizituar shumë herë këtë kantier dhe kam ndjekur nga afër thuajse hap pas hapi avancimin e punimeve së bashku me përfaqësuesit e kompanisë Al Bayrak, që dua t'i përgëzoj për punën e palodhur deri në orët e vona për të përfunduar sikurse kemi premtuar ndërtimin e kësaj zone brenda muajit gusht të vitit 2021. Një lagje e re shembull ku do të strehohen 524 familje në apartamente me një infrastruktur model që shumë kush mund ta shofi që këtu 37 njësi shërbimi dhe një qendër tregtare. Ky do të kthehet në një pol të ri urban, ekonomik e social që do të ndryshojë jo vetëm fytyrën e qytetit, por do të krijojë një standard të ri jetese për banorët dhe për komunitetin. Zona 1 e projektit do të përfundojë në mars të vitit 2021, gati për të strehuar në banesat e reja 160 familje. Pjesa tjetër do të përfundojë, siç e kemi thënë, në gusht të vitit 2021. Në të njëjtën kohë, qeveria shqiptare po punon paralelisht dhe në zonën e dytë këtu sipër, ku do të ndërtohen 200 apartamente të tjera krahas zgjidhjes përfundimtare të problemeve të trashëguara në vite me infrastrukturën. Një detaj qytetarëve të Laçit dhe të qytetarëve të Shqipërisë. Këtu ka pasur e ka një prua që dikur ka qenë famkeq, por që tashmë do të rikthehet në pjesë të infrastrukturës moderne. Është për shumë kënd e pabesueshme që me këtë pjesë të infrastrukturës realisht janë marrë kryetarja e bashkisë, kryeministri, ministri Murat Kurum
dhe zgjidhjen për qytetarët e Laçit, për këtë prua që i ka përmbytur, e kemi këtu brenda kësaj zgjidhje në këtë sajt dhe brenda procesit dhe programit të rindërtimit. Besoj që qytetarët e Laçit do duhet të falenderojnë kryetarin e bashkisë, kryeministrin edhe ministrin e strehimit të Turqisë për zgjidhjen që i kanë dhënë një gangrene të vjetër. Shumë kush do thot çfarë është ky prua? Është prua famkeq që ka marrë gjithë kohën edhe ka shplar historinë e qytetit dhe më në fund kryetari i bashkisë mund të krenohet jo vetëm me rindërtimin, po edhe me këmbguljen shembull të saj që rrallë kush e ka bërë. Thjesht për të vazhduar dhe për t'ju dhënë një pamje të plot të rindërtimit, është një rast i denjë dhe i dur për të dhënë detaje. Projekti i rindërtimit ka angazhuar brenda një viti 34 miliard lek, nga cilat 31 miliard nga buxheti i shtetit dhe 3 miliard nga donacionet në formën e transfertave direkte për të furnizuar 4 programe kryesore. Nga ana tjetër, rreth 280 milion euro janë angazhuar drejt për së drejti nga donatorët me projekte specifike. Ky është një projekt i drejt për drejt pra i qeverisë turke brenda 280 milion euro me donatorët. Ndërkohë janë 4500 banesa individuale të nderuar qytetar që do të ndërtohen në programin e rindërtimit. 1000 prej të cilave do të dorëzohen, po dorëzohen, ju e keni parë, çelësa të dorëzuar në dorë të familjeve dhe qytetarëve çdo ditë. 1000 dhe në 31 dhjetor të këtij viti. Rreth 12000 familje do të sërohen në apartamente të reja, 12000 familje. 28769 familje përfitojnë grante të rikonstruksionit për banesat e dëmtuara në nivele nga dëmit të vogla, të mesme apo të mesme strukturore dhe shuma shkon deri më sot është $110 milion dhe janë shpërndar në duar, në xhepa të familjeve shqiptare $83 milion. Janë 158 objekte arsimore, dikush më thot përpara disa ditësh ishin 155, po. Rivlerësohen nga instituti, shtohet dhe financohen nga qeveria shqiptare. 158 objekte arsimore do të ndërtohen e rikonstruktohen në favor të 25.000 fëmijëve dhe nxënësve në zonat e prekura. I keni parë shkollat, janë spektakolare. Janë shkolla me standarde europiane. 28 kantiere të infrastrukturës publike kanë filluar e do të fillojnë së shpejti nga puna përveç të tjerash, duke garantuar dhe një akses në shërbime publike për 500.000 qytetarë shqiptarë. Viti 2021 do të jetë sërish një vit pune intensive për të përfunduar të gjitha banesat individuale, objektet arsimore, qendrat shëndetësore, pjesën ndërmuese të pallateve dhe punimet në zonat e reja për zhvillim. Ne do të kemi rastin të shohim nga afër kantierin dhe punën kolosale të bërë këtu gjatë këtyre muajve, si dhe hedhjen e themeleve të pallateve të para. Faleminderit sërish, kjo lagje do të mbetet gjithmonë në historinë e qytetit dhe të vendit tonë si simbol i ndihmës së një miku të çmuar në ditë të vështirë dhe i marrëdhënieve të posaçme mes dy popujve. Dhe njerë faleminderit ministër, faleminderit popullit turk, qeverisë tuaj, ju personalisht dhe presidentit Erdogan për fjalën e mbajtur. Faleminderit. E falenderojmë zotin ministër për fjalët e tij. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Başbakan, I nderuar kryeministër, değerli dostum, i nderuar miku i shtrenjtë e vyer ministri değerli Laçin Ahmetaj, kryetare e Laçit, e zonja dhe zotërinj, Başkanımızın kıymetli
të nderuar punonjës të ministrisë, po ashtu përfaqësues të firmës kontraktore që kam përsipër këtë kondrete, pjesëmarrës të tjerë, zonjë dhe zotërinj. Po ju sjell, po ju përshëndes me fjalë që nga Tirana në Durrës, nga Vlora në Elbasan, nga Shkodra në Lashë, në të gjitha qytetet në ku ndodhen në vëllezërit tanë shqiptar, për të gjitha nga të gjitha qytetet shqiptare. Ju përshëndes me dashuri të gjithë, pra me respekt dhe miqësi. Për këtë mikpritje të ngrohtë dua t'i përcjell falënderimet e mia kryeministrit të nderuar zotit Edi Rama, po ashtu ministrit të nderuar dhe mikut tim zotit Arben Ahmetën dhe të gjithë vëllezërve të mi shqiptar duhet i falenderoj. Që në fillim të fjalës së time uroj që të mëshiroj Allahu të gjithë vëllezërit të tanë që kanë humbur jetën me fjalë në tërmetin 26 nëntorit të vitit të kaluar në Shqipëri. Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin 81 ilinden Po ju sjell këtu juve sot me për shëndetjet e të gjithë 83 milionëve me fjalë nga tempulli Hoxha Ahmeti Yesivit, i cili thot me fjalë kur të shohësh një zemër të thyer bëju melhem, bëu ilaç, nëse mbetet në rrugë ashtu i shkret me fjalë bëju bashku dhe ato. Ju se përshëndetje nga Vatra Haxhi Bektash Veliut, i cili thot se jemi të bashkuar dhe që të jemi të mëdhenj, që të jemi të fortë. Përshëndetje nga vendi Mehmet Akifit, që thot kur zemrat janë të bashkuara aty nuk futet dot armiku. Ju solla juve përshëndetje për atë gjithë. Po ashtu për të gjithë Shqipërinë, sidomos për vëllezërit shqiptar të dëmtuar nga tërmeti, po i përcjell përshëndetjet me dashuri dhe miqësi të presidentit tonë nderuar Recep Erdogan, i cili ka një dashuri, ushqen një dashuri të veçantë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndiqem. Po ashtu me fjalë shkërqësia Erdogan do lidhet bashkë me neve sot me fjalë me një lidhje me videokonferencë, do të ndërrohej me pjesëmarrjen e tij në këtë. Menjëherë pas tërmetit me fjalë presidenti për të shëruar plagët e tërmetit dhe për të ndërtuar këto shtëpi të reja me na dha direktiva dhe porosi dhe sot shqyrzotit me fjalë sot se jemi dëshmojmë atë që ne e kemi mbajtur me fjalë këtë premtim për të realizuar këtë projekt me 522 njësi banimi me 37 njësi tregtare, 375 vende për parkim. Dhe të gjitha këto po i bëjmë, këto janë simbolve. Do ta forcojmë akoma dhe më shumë marrëdhëniet tona me fjalë nëpërmjet këtij projekti. Urojmë që tani me fjalë të jenë të dobishme me fjalë dhe të harit të gjitha ky projekt dhe këto banesa për banorët e Laçit. I nderuar kryeministër me fjalë, të nderuar mysafirësh, marrëdhëniet midis Turqisë dhe Shqipërisë me fjalë nuk janë marrëdhënie dosidomi midis shteteve. Ne për shekuj me fjalë të tërë kemi lidhur shpirtërisht me Shqipërinë dhe me vëllezërin shqiptar. Kemi ndarë me ta çdo gjë me fjalë, çdo dhimbje me fjalë. Si sa bukur e ka thënë Mevlanetin Rumiu me fjalë. Bëu mik, bëu vëlla, sepse kur jeni shumë e thyeni edhe hasmin në fjalë. Ne si Turqia kemi pasur pranë Shqipërinë si një vend mik dhe vëllës, sidomos me fjalë pas tentativës për grushtetit të organizatës të FETÖ në 15 korrik të 2016. Dhe ne gjithmonë me fjalë kemi qenë me fjalë i munduar që të jemi pranë Shqipërisë dhe vëllezërve tanë shqiptar në hapësirën e Ballkanit dhe vazhdojmë që të jemi këtë mbështetje. Po ashtu edhe sot me fjalë edhe që shpresojmë që edhe themeli këtyre projekte do banesat të hedhin sot në banim do të hedhin sot me fjalë shpresoj nga zemra, besoj nga zemra do të forcojnë akoma shumë marrëdhënien. Të nderuar miq me fjalë. Njerëzit që kemi humbur me fjalë në këto tërmeta me fjalë kanë zhytur në zi me fjalë dhe popujt të tjerë dhe pastaj mobilizuam me të gjitha institucionet tona për të shëruar me fjalë plakat dhe këto dhe filluam punimet me fjalë për të realizimin e një projekti të tillë dhe bënje pas kësaj çfarë bën me edhe me kryeministrin, duke vizituar edhe kryeministrin edhe ministrin Ahmetaj, po ashtu edhe kryetaren e Kurbinit me fjalë dhe përsa përket realizimit të këtij projekti me fjalë në këtë fushën ndërtimin me zotin mikun tim Ahmetaj, së bashku me fjalë ne shkruam marrëveshjen e bashkëpunimit me fjalë në çështjen e njësive të banimit dhe përgatitet me shpejtësi me fjalë këtë projektin dhe këto bën kujdes me fjalë që dizenjuam ato që ishin në përshtatje me arkitekturën lokale
duke marrë përbazë me fjalë një arkitekturë horizontale dhe ku lartësia të jetë me fjalë 1+4 me fjalë të pa e kaluar këtë dhe procesi me fjalë i ndërtimit me fjalë ja kemi besuar me fjalë Agjencisë Shtetërore të Ndërtimit të Banesave Kolektive Toki, pra e cila ka realizuar projekte të rëndësishmeve deri më sot në të gjithë, jo vetëm Turqi, por edhe jashtë Turqisë. Dhe Toki me fjalë me porosi me fjalë të presidentit Erdogan që nga Indonezia në Sri Lanka, Pakistan në Somali ka ndërtuar me qindra banesa, spitale, shkolla apo objekte të tjera për shërbime sociale. Është një agjenci me fjalë suksesshme në këtë aspekt për sa përket përvojës teknike dhe të cilën ajo ka dëshirë që do ta ndajë dhe do ta implementojë me sukses edhe në projekte që është duke realizuar në Shqipëri. Shpresojmë që pas 8 muajve së bashku me fjalë duke takuar sërish bashkë këtu me pjesëmarrjen edhe me Recep Tayyip Erdoganin, të takojmë përsëri pra për të realizuar edhe ceremoninë e dorëzimit të këtyre banesave. Së fundmi me fjalë duke mbyllur fjalën time, duhet ta falenderoj me fjalë Shqipërinë dhe të gjithë autoritetet që kanë kontribuar këtu me fjalë dhe po ashtu uroj me feqetim dobishme edhe një herë me fjalë ky projekt dhe këto njësi banimi me fjalë për banorët dhe ju përshëndes edhe një herë me dashuri, respekt dhe minjësi. E falenderojmë zotin ministër për fjalët e tij. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'yı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Arz ederim. Ftoj në foltore për fjalën e tij Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama. Mirpresim. Mirë se erdhët, hosh Geldiniz. Sot jemi këtu për të dëshmuar solidaritetin e jashtëzakonshëm që Republika e Turqisë dhe presidenti Erdogan kanë shprehur qysh të momentet e para pas fatkeqësisë madhe të 26 nëntorit shkuar dhe po ashtu edhe fjalën e mbajtur të presidentit dhe të miqve tanë turq për të nisur nga puna dhe për ta rilindur zemrën e qytetit vogël të Laçit me një lagje të re e cila është ndarë në 2 zona, njëra zonë që është dhe zona më e madhe në këtë krah, e cila po ndërtohet nga themelet fal kësaj mbështetje, dhe zona tjetër në krahun tjetër që ka nisur me infrastrukturën dhe do të ndërtohet nga qeveria e Shqipërisë. Por është një lagje. Një lagje simbol e duarve të shtrënguara të miqësisë dhe të solidaritetit, e cila do të jetë këtu për kohë që vinë si dëshmi e kësaj marrëdhënie krejt veçantë mes 2 popujve, 2 vendeve dhe 2 qeverive tona. Kujtoj këtu se Turqia ishte pjesë e rrjetit të vendeve mike që jo vetëm u shprehen me fjalë qysh në momentet e para, por angazhuan me njëherë forca njerëzore dhe burime materiale për të qenë të pranishëm kur ende jetë njerëzore kërcënoheshin nga gërmandat. Dhe kam pasur privilegjin që
t'i takoj forcat turke të kërkim shpëtimit dhe të shikoj nga afër për kushtimin dhe vetë mohimin me cilin djemt e ardhur nga Turqia për herë të parë në Shqipëri shpëtuan jetë shqiptare duke mos lejuar që gërmadhat t'i merrin me vete. Më pas, presidenti Erdogan më ka ftuar të jemi pranishëm në vendin mik në një event të madh në cilin ka apeluar për solidaritet dhe ka lajmëruar gatishmërinë për ndërtimin e 500 apartamenteve. Dhe me njëherë së bashku me një tjetër mik të mirë që e kemi njohur dhe kemi pasur mundësinë ta vlerësojmë në këto ditë vështira, ministrin Mehmet Kurum, ne kemi filluar punën. Kemi filluar punën duke mbështetur tek eksperienca e madhe e agjencisë turke TOKI, duke vënë në komunikim arkitektët, projektuesit, dhe më vjen shumë mirë të them se ky projekt nuk është thjesht një projekt me pallate, me 524 apartamente, 37 njësi shërbimi, parkime, që në tregtare kështu me radhë, por është edhe një projekt që vjen si shprehje respekti për territorin, një projekt që vjen me parametra urban miqësor me territorin dhe një projekt që merr në konsiderat dhe element, siç e theksoi edhe ministri, element tradicional të përkthyer natyrisht në një arkitekturë bashkëkohore. Dhe edhe për këtë ndjeshmëri dua që të falenderoj ministrin radh parë, sepse ka qenë kyç në nxitjen në këtë rrugë të projektit për të mos pasur thjesht një lagje me pallate të reja pas një lloj identiteti që mund t'i gjesh kudo në të gjithë lagjet e botës. Kjo është e rëndësishme, siç është e rëndësishme dhe dua ta theksoj edhe pse ministri e theksoi në fjalën e tij, por në këtë rast për këtë qytet, për këtë komunitet, besoj se përsëritja nuk është e mërzitshme, që duke ndërtuar këtë lagje 3, ne arritëm të sistemojmë më në fund projnë e vjetër. Projnë e vjetër që ishte një gangren në këtë qytet dhe që me rrëmbimin e tij të herpashershëm përmbyste në mënyrë sistematike qytetin, dëmtonte në mënyrë sistematike tregtarët e vegjël, banorët dhe praktikisht e bënte në mënyrë sistematike të pajetueshëm këtë qytet të vogël. E vërteta është që ka qenë këmbgulja epike e kryetares bashkisë, pastaj edhe kërkesa jonë dhe gatishmëria e ministrit dhe e inxhinierëve me cilët kemi bashkëpunuar, që pavarësisht se projekti këtu ishte nisur pa e konsideruar nevojën për sistemimin e projit, ky sistemim të integrohej së bashku me kantierin e projektit. Dhe dua t'i falenderoj në mënyrë të posaçme miqtë tanë për këtë fleksibilitet, pasi kjo natyrisht ka kërkuar një punë ekstra dhe më vjen shumë mirë që ndërtimi i kësaj lagje 3, i kësaj zemre të re të Laçit,
do të sjellë me vete edhe një garanci të madhe për mos përmbytjen më asnjëherë të këtij qyteti. Diçka që mund të duket jo fort e rëndësishme kur e dëgjon, por që ka qenë realisht dhe është jetike për këtë komunitet. Nga ana tjetër, më vjen mirë të them këtu sot se në ndërkohë ne kemi vijuar punën për rrjetin e shkollave, të cilat do të rilindin nga fillimi, pasi shkollat e vjetra praktikisht nuk ekzistojnë më. Ka përfunduar shkolla e Gjormit dhe ndërkohë janë në proces nisje 9 objekte tjera arsimore. Nga ana tjetër, nis edhe puna për banesat individuale dhe është në proces edhe puna për mermetimet dhe përforcimet e 180 pallateve për 1500 familje me grantet sipas niveleve të dëmit të dhëna nga qeveria shqiptare. Siç e tham, këtu do të ndërtohen 524 apartamente në këtë anë, 200 apartamente të tjera në anën tjetër dhe faktikisht do të kemi një qendër të re, pasi përveç apartamenteve dhe njësive tregtare do të ndërtohet godina e re e bashkisë, një nevojë e kahershme, po tani më e kthyer në imperative pas tërmetit. Do të ndërtohet një tjetër shkollë e re këtu pranë, Kopshti Çerdhja, do të ndërtohet spitali i ri, diku më tutje edhe për spitalin puna tani më është në proces, pasi të gjitha procedurat janë përfunduar, kontrata është gati dhe faktikisht do të kemi një pamje krejtëre. Ndërkohë me kryetarin e bashkisë po punojmë edhe për transformimin e gjithë rrugës që shkojnë drejt vendit shenjtë të Shtanojit, gjë që me siguri i shërben rritjes së mëtejshme të gatishmërisë këtij qyteti për të mikpritur njerëzve shumë që vinë në periudhën e pelegrinazhit. Dhe ajo që unë kam thënë që është kryetherës ka qenë se ky qytet, ata njerëz që janë me shifra maramëndse në ato javë të pelegrinazhit në Shtano, thjesht i shihte të kalonin, të ngjiteshin dhe të iknin, sepse nuk ofronte asnjë mundësi për të qëndruar, për të kaluar edhe një natë, ndërkohë që me këtë rindërtim qyteti do të bëhet mikpritës dhe me gjithë hapësira të reja që krijohen, qyteti do të ketë mundësinë që mikpritjen ta ofrojë në funksion të ekonomisë vetë lokale. Nuk dua të zgjatem më tutje, po dua t'i shpreh një falënderim të veçantë kompanisë dhe posaçërisht drejtuesit të punimeve këtu, me cilin jam takuar në mënyrë sistematike dhe i cili i rri punës mbi kokë pa pushim, ndërkohë që kryetari i bashkisë është shumë e lumtur që puna këtu nuk ndalet, është një punë pa orar dhe i jep një energji të madhe pozitive gjithë qytetit, pasi është, si thuash, rimarrja e ritmit të tiktakeve të zemrës së qytetit. Dhe dua t'i falenderoj të gjithë ata punëtorë, të cilët realisht po bëjnë një punë fantastike, ndërkohë që është mbreslënës kantieri, ne kemi ndjekur qysh në momentin e parë, fatkeqësisht për arsye krejt objektive të lidhura me pandeminë dhe të lidhura dhe me fatkeqësinë natyrore që rambi Turqinë një tërmete, 2 tërmete, ministri nuk e ka pasur mundur të vi dhe kjo ceremoni nuk ka mundur të ndodhë në momentin e parë, por është realisht
një kantier që nga pikpamja inxhinierike është mbreslënës dhe nga pikpamja e cilësisë realizimit të projektit është mbreslënës. Dhe për këtë realisht i shpreh një falënderim të madh kompanisë, inxhinierëve, punëtorëve dhe në mënyrë të veçantë drejtuesit të kompanisë me cilin jemi bërë edhe miq dhe kam realisht kënaqësi ta konsideroj një mik të mirë që është shpreha kuptim plot këtu për ditë e asaj miqësie që na ka sjell deri sot në këtë ceremoni. Ministër, realisht faleminderit, sinqerisht mirënjohje, jam i bindur që kjo që po bëjmë është më shumë se sa një grup i konsiderueshëm banesash, është më shumë se sa një përgjigje e aty për atyshme në një ditë kaq të vështirë, në një kohë kaq të vështirë për vendin tonë dhe për popullin tonë, është shpreha kuptim plotë e një vullneti dhe një dëshire për ta fuqizuar dhe për ta ushqyer me akte konkrete solidariteti dhe bashkëpunimi këtë miqësi, për cilën ne jemi realisht krenar. Faleminderit dhe për mundimin për të ardhur deri këtu. Unë e di shumë mirë që ju keni një punë që ka një barë të madhe, aq më tepër që duhet adresoni edhe plagë të hapura sfundmi dhe me këtë rast, me që nuk jemi takuar personalisht, dua dhe unë të shpreh ngushëllime për të gjithë ata familjarë që kanë humbur të dashurit e tyre nga tërmetet që goditën sfundmi Turqinë, dhe po e mbyll me një anekdot të jetuar kur tërmeti goditi Turqinë. Ka pasur disa njerëz që më shkruanin se kjo do të kishte pasoja për projektin dhe se kjo do të bënte që Turqia të mos e kishte më vëmendjen te ky projekt, pasi kishte fatkeqësinë e vet për të adresuar. Dhe unë i kam thënë që kjo nuk ndodh asnjëherë, sepse në raport me fatkeqësinë, në raport me nevojën, në raport me marrëdhëniet mes popujve tanë, funksionon siç thot Mehmet Ataturku, Kemal Ataturku, i cili shprehet se bota është një organizëm pjesë e cilit janë të gjitha kombet. Dhe të gjitha kombet, duke qenë pjesë e një organizëm, duhet të ndërveprojnë me njëri tjetrin pikërisht kur ky organizëm ka nevojë. Shumë faleminderit. E falenderojmë zotin kryeministër për fjalën e tij. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temel atma programımıza canlı video bağlantıyla bağlanmış bulunmaktadır. Presidenti i Turqisë zoti Recep Tayyip Erdoğan është i lidhur me një video direkte në programin tonë. Le ta ndjekim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli dostum, değerli bakanlar, Nderuar miku im, të nderuar Laç ministra, şehrindeki kıymetli kardeşlerim, të nderuar vëllezërit e mi të çmuar në qytetin e Laçit, zonja dhe zotëri, ju përshëndes juve me ndjenjat më të sinqerta, më të përzemërta. bu anlamlı tören münasebetiyle Me rastin e kësaj ceremonie kuptim plon,
büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ndjemi kënaqësi të madhe që jam me juve Sizlerin şahsında dhe nëpërmjet të jush me fjalë përshëndes përzemërsisht me fjalë të gjithë Shqipërinë dhe të gjithë vëllezërit shqiptarë. Shqipëria është miku dhe partneri i afërt i Turqisë në Ballkan. Ne shohim gëzimin e popullit shqiptar si gëzimin tonë dhe pikëllimin e tij si pikëllimin tonë. Me këtë mirë kuptoj me fjalë pas tërmeteve që ndodhen me fjalë në Shqipëri në 21 shtator dhe 26 nëntor i mobilizuam menjëherë mundësitë tona. Pas tërmetit të shtatorit nëpërmjet autoritetit të menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave me fjalë afatit, ne kemi dërguar me fjalë 4 maune me ndihmë dhe humanitare. Po ashtu pas katastrofës tërmetit në nëntor me fjalë krahas ndihmave të tjera ne ofruam dhe vendosëm të ndërtojmë edhe morëm vendim për ndërtuar shtëpi për vëllezërtarë shqiptarë. Pavarësisht pandemisë COVID-19 në fjalët e nënshkruam në muajin korrik protokollin e memorandimit dhe në gusht filluam punimet. Ndërsa sot po realizojmë ceremoninë e hedhjes së themeleve për këto banesa, të cilët do të shndrohen në një stret të ngrohtë për të gjithë vëllezërtanë shqiptarë. Po realizojmë këtë ceremoni me pjesëmarrjen edhe të ministrit tonë të mjedisit dhe të urbanizimit. Shpresoj që ky projekt me fjalë që do të përfshin 522 banesa dhe që do të kushtojë afërsisht 42 milion euro të jetë i dobishëm dhe i harit për të gjithë. Këto shtëpi do të shërbejnë si një shenjë e re e miqësisë Turqi-Shqipëri. Shpresojmë që brenda kohës sa më të shkurtër të fazën e parë të aprofundojmë sa më shpejt dhe që t'u dorëzojmë sa më shpejt vëllezërve tanë që kanë humbur banesat e tyre në tërmet. Me këtë rast, edhe një herë për vëllezërit tanë shqiptar që humbën jetën me fjalë nga tërmeti, shpresoj mëshirën e Zotit për to, familjarëve dhe afërmet të tyre që ju shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta. E lut Zotin tim që të na mbrojë nga të gjitha llojet e fatkeqësive dhe katastrofave natyrore, si dhe nga sëmundjet të ngjyse dhe epidemike. Po ashtu Zotin Edi Rama e fjalë përshëndes edhe ndoqa me fjalë si që është fjalën që mbajti kryeministri Edi Rama. Dhe personalisht dua të falenderoj me fjalë për kontributin që ka dhënë këtë dhe kam bindjen që brenda një kohe sa më të shkurtër me fjalë që këto pasojë të fatkeqësisë do t'i evitojmë sa më shpejt dhe të prekur nga tërmeti me fjalë do të sigurojmë që të bëjë një jetë me fjalë më të qetë, më të sigurt me fjalë këto. Me këto ndjenja edhe një herë uroj që shtëpitë ndërtuara nga vendi ynë pra Turqia në banorët e Laçit dhe vëllezërit tanë shqiptar të jenë të dobishme dhe të hajrit. Uroj që në këto shtëpi të jetoni në paqe dhe shëndet për një jetë të tërë së bashku me familjet e të gjithë të dashurit tuaj. Dhe po ju uroj vitin e ri që po afron, edhe një herë dua t'ju përshëndes me fjalë përzemërsisht dhe miqësisht. Ju uroj shëndet. Başkanım, temel atma seremonisini gerçekleştirmek için Sayın Edi Rama, Sayın Murat Kurum, Sayın Arben Ahmetay, Sayın Ömer Bulut, Sayın Ahmet Albayrak ve Sayın Maylinda Tsara, Sayın Murat Ahmet Yürük sahneye davet ediyoruz. Për të realizuar ceremoninë e hedhjes së themelit, ftojmë Zotin Edi Rama, Zotin Murat Kurum, Zotin Arben Ahmetay, Zotin Ömer Bulut, Zotin Ahmet Albayrak, Zonjushë Maylinda Tsara dhe Zotin Murat Ahmet Yürük.
3. Në kujtim të ditës së sotme, ju ftoj për një fotografi të përbashkët. Fotografi të përbashkët. Aile fotografi için Hajde për një resme, hajde. buyurunuz. Gjithashtu, Presidenti Erdogan është akoma në lidhje direkte. Sayın Cumhurbaşkanımız canlı bağlantıyla Değerli konuşuyor. dostum Edi, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Uroj që kjo të jetë më e mira për ju. Sayın Kurum, süratle kısa zamanda müteahhit firmamız Albayrak'la burayı inşallah bitirmemiz gerekiyor. Anlaşıldı efendim. Şu an inşaatımız %10 seviyesinde Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah önümüzdeki Ağustos ayında sizlere söz verdiğimiz gibi sizlerin talimatları çerçevesinde konutlarımızı bitirip Arnavutluklu kardeşlerimize teslim ediyor olacağız efendim. Ağustos derken hangi Ağustos? Bu yılın önümüzdeki 2021 Ağustos ayında efendim. Sayın Albayrak, 2021 Ağustos'ta burayı bitiriyoruz değil mi? Këta kështu e kanë dhënë fjalën Edi, në gusht. 2021 Ağustos. Këta na kanë dhënë fjalën në gusht. Unë shpresoj të jetë gushti i 2021-shit, mos jeti 2022-shit. Shpresoj. Bunlar sözü bize Ağustos 2021 verdiler Sayın Cumhurbaşkanım. Umarım ki 2022 değil de 2021'dir. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Okey. ...522 konut, 37 ticari üniteyle 380 araçlık kapalı otopark projesinin temel atma törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Teşrifleriniz için Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz. E quajmë të realizuar ceremoninë e hedhjes së themelit projektit me 522 banesa, 37 njësi tregtare me 380 vende kapacitet parkingo të mbyllur. Ju falenderoj për përshëndetjet, zoti kryeministër, zoti ministër dhe të nderuar miq.